Tirena dhe Krishnik, mirë se erdhët në hapësirën e emisionit tonë Pasqyra Shqiptare. E dini pse ju kam zgjedhur sot? Nuk e besoj se e dini. Jo, do ta dëgjojmë tani, besoj. Po, sepse ky emision transmetohet ditën e të dashuruarve. Me 14 shkurt. Ju zgjodha juve sepse vërtet me sa ju njoh jeni një çift sa i bukur por aq edhe model. Kështu që mirë se erdhët çifti Xhakolli. Shumë faleminderit. Ju e mbani mend se kur jemi takuar për herë të parë, se unë e kujtoj shumë mirë, po nuk e di sa e kujtoni ju e kohën kur jemi parë për herë të parë. Bashk, unë dhe ti apo? Ndoshta si çift. Duhet të ketë qenë viti 2010. Po. Ese ishte. Unë mbase më përpara me futbollin, s'kena qenë me Tiranë, Po. ose me Vllaznin, Po. me Ermalin, me këto. Po bashk, po jemi parë edhe më përpara. Atëherë më hape punë, duhet futem në arkiva të gjej edhe filmimet të vjetra. Kurse si çift më mbaj mend shumë mirë që ju kam filmuar gjatë atyre kurseve që organizonte Denajda Drimaj. Po. Tirena, mirë je me shëndet? Shumë mirë. Për shoh që ke vënë dorën aty lart. Po kemi një bebush këtu te barku. Sa mirë. Ky është bebushi i Isat. Numri 4. Numri 4, mashallah. E paçi me jetë. Faleminderit. Do vim edhe ke bebushët, po mund të flasim pak për origjinën, le ta fillojmë me burrin e shtëpisë, me Krishnikun. Unë kam një në Tiranë, 82-shën, kështu që Pa, ka rëndësi. nuk është sekret. Kam ikë në Shqipëri në 92-shën, 10 vjeç ke qenë kur ke ikë? asnjë si kishëm mbush. As 10. Drejt cilit vend? Në Gjermani. Në Gjermani. Në Mars, bilet se më mend se kur mbritëm neve, fitoj PD-ja për herë të parë në 23 Mars, çose më mend. Do të ketë qenë, po, ndoshta. 2 ditë para u nisëm kur mbritëm ne Ra sistemi i vjetër, po. Edhe jetova aty 4 vjet e gjys në Gjermani. Në 96 na deportuan për në Shqipëri. Po. Kur mbritëm Shqipërinë në shtator 96 ishte çdo gjë në kulmin e vet. Po. Si mirë. Krahasim me çaj e kishim lënë neve. Me qartë. Edhe pastaj 3 muaj më vonë filloi në shtatë. Edhe do të rrim të iknim prap. Teza ime u nis për në Kanada dhe mbriti. Tezja është Antigone për Safi. Ti je nipi Antigonit, po shumë mirë. Edhe dhe ne u nisëm për në Kanada, po s'mundëm. Po. Edhe të rrim që të përfundom në Angli. Qartë. Në shtatë. Edhe pritet atje derisa u kriju mundësia tjetër? Po, mami dhe motra ime mbritën këtu, edhe vëm bashkim familje për mo dhe babin. Shumë bukur. Që unë mbrita në 2002 në Kanada. Okej. Domethënë këtë vit mbush 24 vjet. Po. Në shkurt, mos 24 vjet. Ku kam mbrit unë ishin lojët olimpike. Atë ditë që mbritën ne ishte Kanada kundër Amerikë, finale. Edhe ajo oficeri që na dha ato landed papers. Këte firmoste atë, këte shqipte neshin. Edhe pas ke qenë spordashës. Po, ai ishte hockey final, kështu që Olympic hockey final. Ka qenë finalja, po. Ka qenë lojra dimërore atë. Po, siç kemi tani. Qartë. Kështu që ishte shumë edhe ditën që unë kam mbritur këtu në Toronto ishte fest sepse fitoi Kanada kundër Amerikës në hockey finale. Gjë e madhe, në Danforth më shumë mirë. Pas ka ardhur me këmbë të mbar. Po. Shumë ftohtë ishte, po ishte. Këmbë të mbar. Po Tirena? Unë përgjithësi them në Fieri se kur jam shpjeguar tamam vendin nga vime, fjalë është një fshat i vogël quhet Margliç në Fier. Nuk e din shumë veta se ku i bie, kështu që bie shkurt, them në Fieri. 11 muaj vetëm më vogël se Krishniku, 83-shit. Por në 97-ën atëherë ishte si shumica fluksi më i madh i shqiptarëve që fatkeqësi u detyruan që të largoheshin nga Shqipëria, atëherë ishte kur jemi larguar dhe ne, sa i pjem 12-13 vjeç, diçka e tillë.
Kurse neve kishim drejtimi rreth Athinës, me që kishim familje aty. Të lëvizësh në një vend të ri pa gjuhë, është shumë e vështirë, kështu që synuam drejt një vendi ku kishim diçka me fjalë, dhe në Athinë kam qëndruar nga 96-97 atë vit, deri kur para se mbushe 19 vjeç. Deri 19 vjeç, me fjalë 7 vjet, dhe atëherë kam ardhur këtu, po kam ardhur vetëm. Vetëm. Viti, kujton vitin? 2002. 2002. Kam ardhur një ditë mbas ditëlindjes time, në 2 maj të 2002. Shumë bukur. E paskët edhe vitet i paskët njësoj? Po, disa muaj ndryshim. Çfarë kujtimesh keni nga Shqipëria? Ti e ke lënë Shqipërinë 10 vjeç, ke qenë shumë i vogël Krishtik. 10 vjeç i moshën në Gjermani, as 10 vjeç ishte. Do të thënë, nuk ke edhe kujtime shumë, po duhet i kesh gjithsesi. I kam. Mbaj mend që na sillte babin te bulevardi për fotografitë e sheshit Skënderbej, më shumë mirë. Te sheshit që quhet tani Nën Tereza, ka pasur pasqyra ose te shkallët nga pas bustit Skënderbeut, ishte vendi ku rinte fotografi. Kemi foto me klasë parë, klasë 2, diçka e tillë, klasë 2 besoj. Mbaj mend ditën që ra busti, sepse unë jetoj në Lidem, edhe na çonin prindë me marr bukë, siç ishim të vegjël ne, shkonin me marr bukë, edhe bukën e shumë mirë kishte 9 kaçet. Aty ku që kafe Europa, më duket, diçka e tillë. Është sot kafe Europa, po. Dyqan buka aty. Dyqan buka shumë e mirë, edhe shkoja unë me marr ato simitet aty. Edhe kur ika për të marr, ishte dëgjohej turma e njerëzish. Edhe e majmë që erdha në shtëpi dhe teza ime e vogël tha e hodhëm. Le të majmë të fjalë që rastes teme. Kjo më ka ngel në mendje. Shumë e bukur. Po ti Irena? Neve foto nuk kemi, se të rritur në fshat ka qenë shumë herë më e vështirë se sa në Tiranë, por shumë të pakta, mbase 1 ose 2 kur kemi qenë vegjël. Por ato që mbaj mend ishte kënaqësia që kishim si fëmijë kur mblidheshim që të gjithë bashkë për jashta, nuk ishte ato me fjalë problemet që kanë prindrit tani, që të gjithë ishin bashkë, fëmijët rriteshin bashkë, ishte grup shumë i madh, fëmijët e lagjes, moshatar. So, këto i mbaj mend edhe vinë gjunaf ndonjëherë për fëmijët e mi që nuk i kanë gjëra të tilla. Kështu që lojrat me fëmijët për jashta, edhe rritja me komshiet, me kushërirët, të gjithë xhaxhallarët me fjalë shtëpit afër, jemi rritur bashkë, kemi qenë shumë herë më afër bashkë. Edhe ka qenë një... Ti kur ke ardhur në Kanada, ke bërë një tranzit të shkurtër në Greqi, me sa kuptova. Megjithatë, kushdo që i ka përcen oqeanin dhe vjen në këtë vend, pëson një lloj shoku kulturor. Ke përjetuar edhe ti diçka të tillë kur erdhe në Kanada për herë të parë? Më tepër e ndjeva kur vajta nga Shqipëria në Greqi, se Greqia është një çik më ndryshe, sidomos për kohët që jemi larguar neve nga Shqipëria. Po, ajo që më ka bërë përshtypje është sepse jemi pak a shumë të njëjtën komshi, të njëjtën pamje. Ajo që më ka bërë më shumë më tepër ishte ndryshimi i madh me fjalë racave të ndryshme, si aziatik, racat e tjera, diçka që nuk isha hasur më përpara, dhe ajo ishte me fjalë gjëja më e veçantë për mua në fillim fare. Të shikoja në afër njerëz të komsive të tjera. E komsive të tjera, po. Qartë. Po di, Krishtik, si e ke përjetu ardhjen në Kanada? Unë kemi jetuar në Londër, në Angli, kështu që për mua nuk ishte një ndryshim i madh në të vërtetën. Përveç temperaturës shokuese. Po Londra në shumë gjëra ngjan me Toronto në kuptimin që është qytet i madh me shumë komsi, është shumë e përngjashme. Edhe sistemi i punës, sistemi edukimit, sistemi i jetës si imigrant këtu me atje është shumë e përgjashme. Për afërt është, po. So ti edhe si imigrant, si këtu si atje, merr numrin e punës, ke të drejtë blesh, të gjëra nuk i kishin në Gjermani. Në Gjermani për shembull, ne s'lejoheshim as me bërë asgjë. Kishin lëvizje dot nga një krajs. Kishin një rreth aty, ishte si burg i vogël. Kështu që Londra dhe Toronto në këto gjëra janë shumë të përngjashme. Edhe gjua gjithashtu. Kështu që shok kultural ishte më shumë se përfundova në Scarborough. Mos na ofendohen shokët e Scarborough. Edhe ishim me tren, se si ishim me makinë, edhe do hecin në të ftohtë, në shkurt, edhe ishte shumë ftohtë. Edhe ne s'kishim rrobat ngrohta, se vinim nga Shqipëria në ato momente. Po. Se kur erdha këtu i kanë Shqipëri që të merr vizën. Do të shkoja një herë mbrapsht. Bashkë familje. Po. Ishte 18 muaj të tjera në Shqipëri aty.
Edhe Shqipja nuk ishte më aq keq se në 96, në 2001 nuk ishte më aq keq, kështu që kishte ca gjëra pozitive. Po bashkë si u njohët ju? Të them Kristër ja. Varet sa mbrapa të shkoj. Në fillim, për herë të parë jemi takuar shumë muaj mbasi kemi ardhur në Kanada, në Toronto. Ishte misi parë 2003 që u ndodh. Edhe unë si 19 vjeçare, sigurisht ishte diçka me fjalë që Ke marrë pjesë dhe ti atje? Kisha marrë pjesë, po. Krishniku nuk mori pjesë, jo. Krishniku i bijtë të makinës, kështu që sillte motrën. Aty, Anisa ishte edhe goca që Ka qenë edhe fituesja motra jote, po. Këtu jemi parë për herë të parë dhe kjo ishte në mars të 2003-shit. Në verë pastaj ishim shok klase nga që se kishim bërë gjimnazin me fjalë kishim bërë jashtë, na duheshit të jep TOEFL test për të futur në universitet dhe ishim në TOEFL course ishim shok klase. Përfunduam. Pa ditur me. Pa ditur që do ishim shok klase te universitet. Dhe në shtator pastaj ishim shok klase në universitet. John Street, Në cilin universitet? Ryerson University. Po. Por ishim në degët me fjalë që ishim, siç e kanë prindrit shqiptar, me fjalë që të mundojnë të japin një drejtim. Cilat degë ishin këto? Biochemistry. Unë kam kimiste, edhe kebab e kimiste. Kështu që na drejtuan në një degë me fjalë që ne nuk para e pëlqyem edhe ndryshuam shkollë. Krishniku shkoi ke York University, më vonë edhe kam mbaruar për kinesiology. Edhe unë atë degën ndërpreva dhe kam vazhduar në York shumë herë më vonë pasaj për nursing. Por vazhduam, e mbaruam shkollën, po jo atë degë. Por aty ishim shok klase dhe na dha mundësinë të paktën që të njiheshim më tepër. Po kush propozoi nga ju? Jo, kur ishim shok klase, se Po. Nuk keni qenë të dashur. Jo, ishim. Unë nika te York pastaj për 2 vjet nuk e pash herën. Atëherë s'kishim as telefon as ishte tani Bitet e turp me të vërtetë se lash një degë shkoj te tjetra edhe bitet e turp që thonë kjo pse e le shkollën. Thjesht nuk pëlqen biokimia, bëra kinesiologi. Po ajo e la dhe vet apo jo? Më vonë. Kjo bëri 3 vjet. Ai bëri. Edhe tash ti qesh me ironi me këtë 3 vjeçare. Po thua se mbaroj pastaj po i qytet ato kurset pak. I qytet, se e kanë këtë që ti qyn ato që ke bërë dhe thjesht do bësh ato fillers. Po. Pastaj u bë një mbrëmje shqiptare në Ryerson, Student Union. Edhe mbaj më shumë mirë se unë kisha provimin e fundit te Yorku. Edhe më thanë, dëgjoj, kemi një party do vish, unë sapo kisha marrë provim shqyqyr Araman se ai stresi provimit fundit. Po. Erdha. Edhe aty ishte Irena. Unë kisha 2 vjet pa e parë. As nuk e njofta fare, në të vërtetë errësir aty dhe erdhi Tholi. Isha bërë dhe bjonde në atë kohë, në fakt se ne gocat edhe transformojme një çik si shumë. Po, unë ndërkohë në ekran po shfaq foto të kësaj kohe, të cilat i kam gjetur në Facebookun tuaj edhe me lejen tuaj, domethënë po i përdor si ilustrim. Shumë foto të bukura. Po mirë, pastaj çfarë drejtimi morët në jetë mas këtyre kapërcimeve akademike ti Krishnik, ku ngulen fundit? Unë kur e bëra nga varë shkollën, se gjatë kohës që e bëja shkollë, unë punoja. Dhe duke punuar, duke ble prona, në shtëpi. Po. Se shtëpinë e parë e kam ble, ishte në vit 2 në universitet. Atëherë ishin kështu që fusi $5,000 down payment dhe ndërtoheshe shtëpia mas 3-4 vjetësh. Kotarta. Edhe kishte 90 ditë me i pagu këto, edhe këtë bënin. Fusim në down payment dhe punonim 90 ditë në për si kamarier, në për nightclubs si busboy, barbecue, që qonim akullin e këto. Edhe me ato 2-3 ditë në fundjavë, pagunim shkollën edhe se i ta me prindit edhe pagunim dhe këto tjerat. Si shtua kota arta, kërë me ndonë tani. Si imagjino të t'i bësh të me ata rroga. Edhe pastaj mbarova shkollën, por ato rroga që mund të punoja për të degë që kisha mbaruar, unë i bëja më shumë si kamarier, kështu që ishte shumë e vështirë që unë ta leja gjithçka të punoja 95, nuk e bëja dot. E ç'mendim ke për universitetet kanadeze? Në theu do një intervistë veçantë. Po jo, s'ka gjë. E shtrydhim. Varet çfarë, është shumë e rëndësishme çfarë degë merr.
Për shembull, dega që mora unë është shumë e bukur se të mëson për jetën, të mëson se si të jetosh shëndetshëm e sa më gjatë. Është shumë e rëndësishme. Por perspektiva për punë është shumë e ulët. Do të bësh post secondary, diçka të dytë. Kështu që për mua po mora degë si engineering ose në rastin e renës nursing, që kanë si professional, kuptimin, e ketë punë brenda 4 vitesh sa mbaron e ke punën gatshme. Kurse po more të përgjithshme, do të bësh post secondary. Dhe prap do jetë shumë herë më e vështirë me që të gjesh diçka. Gjesh punë që paguhet mirë se punë ka. Ti me çfarë merresh tani? Ndërtoj shtëpi. Ndërton tani, je ndërtues. Edhe marketing. Prandaj. Pra je në biznesin tënd. Okej. So kur ndodhi kjo, neve donin të merrnim një shtëpi bashkë. Shtëpi të tre, se kishim 2 shtëpi tjera. Edhe unë e morëm një shtëpi, edhe do të bësh renovation. Tani unë sa kisha marrë shkollën, thash po e bëj vetë renovation, se sa e vështirë është me bërë renovation. I bëm shtesë. Edhe atëherë ishte lindjet e fëmijë parë. Edhe kur e pash që nuk ishte aq vështirë, por që të mbarosh shtëpia do futesh në bord. Sigurisht, po. Edhe u detyrojmë ta shistim shtëpinë. Qartë. Tani kur e shitim shtëpinë, u bë lek. Aty e kuptova unë, kjo që ka punë që jap leka. S'kam pse kërkoj. Me fjalë mund të futi, mundumi që futi me fjalë. Si pa dashje u udhëzuam kështu. Edhe pastaj atë të ka drejtuar përvoja pozitive e shitjes pronës. Të ndërtimit dhe shitjes. Po, çfarë këshille do kishe për shembull për të rinjt e sotëm? Qofshin ata që janë lindur edhe rritur këtu edhe i hyn një degë në universitet, qofshin dhe ata që vinë me viza studenti. Po. Çfarë duhet të kenë kujdes? Shumë e rëndësishme se çfarë degë merr. Se ka ndryshim shumë të madh një degë nga tjetra. Për shembull, nursing është një degë që sa mbaron direkt ke punë perspektivë, edhe ke perspektivë që jo vetëm që të merresh në punë kollaj, po edhe të ngresh në detyrë kollaj. Dhe njëti muhabet edhe me engineering, edhe I'm sure dhe computer science janë degë që të kohës tonë. Se për shembull mund të kesh degë që kanë qenë mirë në prindrit tonë, që tani nuk do zhduken si punë, se do ekzistojnë më. Është shumë e rëndësishme të shkosh në degën e duhur. Pa i përgatit universiteti kanades të rinjt për biznes? Jo. Në shkolla nuk mëson se si shkolla të mëson se si të mësosh ti. Të jep si më thënë, të jesh patient. Të përsërisësh gjërat që i kanë zbuluar të tjerat. Shkolla është pak a shumë një biznes. Vetë shkolla është një biznes. Po nuk të përgatit për biznesin e absolutisht jo. Tënd. Mund të përgatisi në degën, siç e tham që do zgjedhësh, për zanatin, gjërat që janë të zanatit si inxhinieri, fermieri, mbas edhe pjesa teknike, po se si të ngresh diçka të tëndën, absolutisht jo. Unë nuk e harroj një herë në një bisedë private që kam pat me një shqiptar të këtushëm, një mikun ton, Nador Bakalli, ai ka mbaruar York University. Ai tha, jam habitur tha kur shkova tha në York University, në degën e biznesit, ata na mësonin se si të përgatisim një rezume. Do të thotë ta bësh gati për korporatën, për ndërmarrjet e mëdha apo jo. Kjo është qëllimi. Ushtar. Unë që ushtar. Ashtu, ha? E që ushtar sepse kur shkon aty, sa më shumë shkollë të bësh, të ngrenë titull, si grada në ushtri. Edhe aq më vështirë është për ty ta lësh jetën e korporatës, sepse ai të ka dhënë grada, ti tani je ke investuar dhe goxha nga koha si krenar për gradën që ke marrë, është vështirë ta lësh. Ke njerëz që janë shumë të zgjut. Edhe janë ngritur në ato vende sepse they follow the right path, si më thënë. Po të kishin ikën vetë ata, do kishin bërë shumë herë më shumë sukses. Po është ajo frika që ky më ka dhënë këtë gradë dhe unë do më net këtu. Kështu e shofu në masë të tjerë nuk e... Edhe unë jam me ty, biles unë do të qoj edhe pak më lartë. Momentin kur qeveria shpallë gjendjen e jashtëzakonshme për të luftuar të ashtu quajtur pandemi, të gjithë këta njerëz që punojnë në korporata ranë në një kurth. Në kurthin e paraqitjes në punë me detyrimin e vaksinimit, pra me certifikatën e vaksinimit. Për mua, ky është një moment historik dhe një moment i cili duhet ndihmojë çdo shqiptar që jeton në Kanada të reflektojë
për jetën e vet edhe për rolin që ka qeveria, por edhe korporatat të cilat janë të lidhura shumë ngushtë me qeverinë, se si e kontrollojnë jetën e njerëzve. Po edhe kjo njëra nga ato është Irena, çka ka ndodhur? Detyrohen ata si ishin infermierë në ato kohë. Kur isha në ato kohë infermiere dhe çuni me fjalë fëmia i tretë, isha në lejen e lindjes, në gjatë kohës që ishte akoma Covidi, dhe që të kthesha mbrapa lejes së lindjes më detyruan me fjalë infermiere që të merja vaksinën. Kështu që për diçka afërsisht rreth 5 vjetësh nuk kam punuar në spital, edhe fatmirësisht kisha filluar pjesë të biznesit tim me fjalë fokusova. Çfarë refuzova sepse kisha e mora një nga vaksinat, edhe më tepër e mora sepse nga që kishin fëmijë të vogël doja të krijoja antibodies që sa po këshirin çunë. Që t'i kaloja masi lindi, jo kur ishin shtatzën, se kolegët e vetë morën që kur ishin shtatzën. Se ishin 8 gradë. Po, ishin atë protet. Se punon të materniteti. Ashtu, edhe vetë kolegët. Kolegët e mia në maternitet me fjalë, doktorët thoshin, neve jemi djegur nga kjo me gocën e parë në fakt në vaksinat, kështu që nuk është diçka që besojmë shumë edhe pse vjen. Çfarë ka ndodhur me gocën e parë? Ishte në rregull, fliste 2 gjuhë, kishim një zheni të vogël, edhe pastaj pas vaksinave ka filluar regresimin. Filloja vash te 15-18 ishte që ishte tamam e dukshme. Muajsh. Po, 18 muajshe. U diagnozu me autizëm. U diagnozu me autizëm. Por gjithçka që ishte shumë në rregull para se të bombardohesh me vaksinat që kanë këta si rregull, duhet marrin bebat. Diçka që neve nuk e praktikuam me të tjerët, edhe çdo gjë deri tani në rregull. Po mirë, do bëj një pyetje që me siguri del natyrshëm, po jo vetëm nga unë, po ndoshta edhe nga njerëz të tjerë. Në një moment të tillë kur ndodh një ngjarje kaq e rëndësishme në jetën tuaj, pra një fëmijë preket nga autizmi dhe ju e dini dhe shkakun, ju keni vazhduar, keni kërkuar fëmijën e dytë, të tretë dhe tani të katërt. Mbas edhe të pestin. Trava. Si e motivon të vendim? Ose si e motivoni, me siguri që është vendimi i përbashkët? Tani me të vërtetën ishte shumë e vështirë. Ajo që ndodhi me gocën e parë ishte jashtëzakonisht e vështirë, edhe paka shumë për ato 5 vjeta mirë. Unë personalisht ndesh 5 vjeta mirë vetëm. Ishte e ke përjetuar keq. Nuk në fjalë nuk motivosh të bie çdo gjë. Por nga që kur diagnozua ishim shtazan me gocën e dytë, edhe 2 javë para se të lindte u diagnozua goca, kështu që nuk kishim çfarë të bënim, ishte already kishte ndodhur. Edhe duke parë gocën e dytë se sa e mirë që është, ajo na ngreu na gropa zeze. Unë që grop zeze atë. Në ato moment ishte grop zeze. Se çdo gjë që ti arrite sikur s'kisha asnjë kuptim. Mund ti le të gjitha ato vetëm që fëmijët ishin në rregull. Edhe duke parë gocën e dytë se sa e mirë është, duke shkuar mbrapa në kohë të shihim çfarë arsye kishte, pse fëmia ime çfarë ndodhi, se fëmia fliste, ishte në rregull. 6 muaj ka thënë fjalët e para. 12 muaj fliste 18 fjalë që ishin normale, aq të flasin. Edhe pastaj ti harroi të gjitha, e shkojmë mbrapa, çfarë ndodhi? Sikur se pranuam me fjalë. Kur e keni kuptuar se çfarë ka ndodhur? Na mori 5 vjet që të kam të terms edhe si më thënë. Na mori 5 vjet që mos ta linin frikën me fjalë që të kontrollon. Të gjithmonë kemi dashur familje të madhe, na pëlqente zhurma, na pëlqenin zhurmë fëmijëve në shtëpi. Gjithmonë e kemi ndruar me fjalë para se të martoheshim e të fejoheshim që kur të vi koha do kemi familje dhe shumë fëmijë. Mori 5 vjet, se ishte diçka shumë e madhe, nuk e dinim edhe arsyet. Edhe mori 5 vjet me fjalë sa të vendosësh ose të marrësh vendimin që nuk do ta lëm diçka e tillë me fjalë që të kontrollojë jetën tonë ose të ardhmen tonë. Ju lumt është kërkon kurajo dhe po kërkon edhe dashuri të madhe, të cilën me sa duket ju e keni dhe jo rastësisht ju zgjodha për Shën Valentin, si të ftuar shumë special. Tani si e përjetojnë fëmijët këtë vështirësinë e komunikimit me motrën e madhe, apo kështu i bie? Po, motrën e madhe është çike vështirë për ato, sigurisht, sidomos kur ishin më të vegjël, tani që po rriten. Kuptonin se çfarë po ndodhte. Po, mendonin sikur thoshte goca, Dea nuk më pëlqen shumë, Dea s'do të flasi pse s'm flet Dea. Dhe gjithmonë jemi qenë shumë të hapur dhe ta shpjegojmë, pavarësisht që
nuk mund ta kuptojmë, po me kalimin e kohës dhe gjëra duke u përsëritur, arriti pika që kishin logjikën e mjaftueshme për ta kuptuar. E pranojmë, është më e vështirë për prindrit, besoj. Ato që kemi kuptuar është që për motrën ose vëllezërit e pranojnë motrën ashtu siç është, e duan ashtu siç është. Dhe nuk kanë të njëjtën dhimbje, nuk mendojnë ato që mendojmë ne për të ardhmen. Shumicën e kohës ata do jenë të vegjël, do kemë të ardhmen. Por besoj se për prindrit është ndryshe dhe më tepër është edhe ajo frika sepse sigurisht jenë moshë më të madhe, nuk do jesh aty gjithmonë, mendon të ardhmen, kush do jetë, si do jetë. Dhe kjo është edhe një arsye tjetër pse ne doni më shumë, sepse edhe ajo nga që është më madhe, sa më shumë fëmijë, aq më shumë do ketë, nuk i bie bara vetëm njërit, por do ketë vërdall më shumë motra vëllezër me fjalë për të kujdesur edhe për ta. Krishnik bëu gati për të pestin. Keni ndihmë nga familja e madhe? Shumë. Nga kush konkretisht? Të dy anët. Prindrit e mi dhe të Krishnikut. Do t'i keni të ri prindrit apo jo? Jo, po janë me fjatë energji. Po vjen së më 77. 77. Kurse po vllain e kam pak më të rres. Po. Por babi është 77 është i ri, çfarë thua ti? E marr punë herë. E marr kështu biles të bëhet qevi kur ikëm bëjmë në mos punë verë, në dek, në kështu. Ti ngjan nga babi? Unë ngjan me mamën. Me mamën. Pamje? Nga pamje. Nga mamja. Ke një foto të cilën unë po e shfaq tani në ekran, ku dukesh të dy faktikisht, dukeni si aktor. Babi im duke si aktor, po unë gjaj me mamën. Ti gjaj me mamën, po je i veshur me xhaketë të bardhë, shumë foto e bukur. Irena dhe Krishnik, ju keni kriju një familje të madhe në një kohë kur Kanada po kalon një periudhë shumë të vështirë, një krizë ekonomike, por edhe një krizë identiteti. Sot njerëzit pyesin, ore çdo të thotë ti je kanades, sepse ai brumi i vjetër kanades, ato vlerat e vjetra sikur po bjerren, sikur po treten. Ju si e gjykoni këtë realitet? Çfarë nuk po shkon mirë në këtë vend? Neve kemi përfituar nga kjo rritje që ka pas Kanada në për shtëpitë dhe low interest rate që kanë qenë këto 20 vjet. Kjo është shumë e dëmshme për fëmijët tonë ose për gjeneratën e fëmijët tuaj. Por toni që po na filmon. Po, toni që po na filmon. Por fatmirësisht që neve sakrifikun më mosh 20 vjeç duke punu çdo ditë që të blinim këto prona, ajo na ka ndihmuar të accumulate wealth, si më thënë, prej asajt që jemi ku jemi tani, që me punë nuk mund t'i bëhet dot. Edhe siç jam unë, janë edhe gjenerata sipër me që janë baby boomers janë pasuruar në këtë mënyrë, edhe para besoj se nëse çajnë kokën shumë, se janë në good situation. Që e ardhmja e të rive është e vështirë. Kjo është 100% e vërtet. Po unë kam përfituar nga kjo, se nuk mund të them unë që si t'ja bëj unë tani. Unë kam përfituar fatkeqësisht, po pa dashje, si më thënë, se nuk e dija. Në kurrizë të një brezi tjetër. Po, kjo është 100% e vërtet. Edhe ndryshimi i keni vënë pinpointit kur në momentin që deri në 2015-ën dollari jonë me amerikanë ishte 1-1, ekonomia ishte shumë mirë në ato kohë, ishim suficit, si më thënë, diçka që njëna vendet e pakta në G7 që ishim suficit, tjerët po shkataroheshin. Si më thënë, ishin envy of the G7, e ma e mund shumë mirë titujnë për gazeta. Edhe në këto momente qatë flasin me atë që po ndodh me komshiun, ku do jemi ne tani, mas 2-3 vjetësh, po ta vazhdojmë të, o do ndryshojmë kurs, është edhe... U di mendon se është një proces ekonomik, është një krizë ekonomike, apo është një krizë ideologjike? Kjo është sociale. Kjo është sociale. Si me thënë, fatkeqësisht ekonomia po vuan, sepse ta duhet me bërë ndrime sociale. Ekonomia është i side effect, si me thënë, se neve shumë kollaj me këto pasuri natyrore që ka Kanadaja, do t'ishim si Norvegjia, ka arsye se jemi ku jemi. Këto janë pra lufta në emër të globit, mbrojtjes së klimës, mendon është një ajo është si në economic suicide që në emër të klimës që tani vjen kryeministri i ri dhe thot s'quan, so 10 vjet na ikën kot.
So, ato për çfarë bëjnë gjithë ajo punë? Kur neve shumë kollaj mund të kishim furnizuar tani gjithë Europën me gaze, me kinën me naftë, që si dush, gjithë të mundësi që ne i shpërdorëm, mos flasim pastaj duke patur konsumatorin kryesor Amerikën në kufi. Po ti Renat, si mendon për politikat gjinore, sa të dëmshme janë dhe sa e rrezikuar ndihesh ti si mama? Nuk besoj se është diçka me fjalë mënyra se si po fokusimi nuk po fokusojnë në problemet, duan të evitojnë me fjalë debatet që me të vërtet janë vlen të preta dhe po i gënjejnë njerëzit me gjëra të ndryshme me fjalë që të heqin vëmendjen në gjërat me të vërtet që ja vlen për të debatuar. Pra kam një pyetje për ty, si e gjykon ti faktin që sot të rinjt e kanë vështirë të krijojnë familje, aq më tepër pastaj ajo pakic e cila arrin që të krijojë familje të bëjë shumë fëmijë. Çfarë i pengon të rinjt e sotëm? Të krijojë familje të mëdha. Besoj se ka shumë propaganda kudo në televizor, në social media. Femrat fatkeqësisht kanë qenë edhe target ose target po, të qenë çdo të thotë që ti je femër e fuqishme sot në ditët e sotshme, ose që të arrish një karrierë. Çdo gjë nuk bëhet vetëm. Unë për shembull me Kreshnikun kam qenë 22, Kreshniku 23 kur jemi lidhur, se kishin filluar shkollën akoma, edhe ata që kishin filluar ndërprem, ishim në të njëjtën faqe fatmirësisht për të investuam shumë shpejt, dhe çdo gjë që kemi arritur e kemi arritur bashkë. Do isha unë në biznesin të suksesshëm që kam tani në Medspan Toronto, nuk besoj se do isha pa familjen që krijova. Shumë veta për shembull, sidomos e femra e shikojnë të krijosh familjen moshë më të re, sikur të lëm mbrapa, sikur të tërheq nga karriera. Sipas eksperiencës time të paktën unë besoj se familja, bashkëshorti, kur është bashkëshorti i duhur, edhe fëmia me fjalë nuk është një justifikim që të lërim mbrapa, unë e shikoj si frymëzim, të jep një energji tjetër, mendon ndryshe si prindër. Besoj se më shumë arritje i ke kur fillon, dhe sa më shpejt aq më mirë është. Por propaganda sot është që duhet të karrierë, duhet kjo, duhet ajo, dhe shumë gjëra nuk bëhet vetëm. Gjithmonë në këto gjëra më kujtohet edhe ajo shpreha e Skënderbeut, një thupër shumë herë më e thjesht të thyhet vetëm dhe sa më shumë bashkë, kështu që një familje bashkë, një familje fort është shumë e vështirë për çajet. Propaganda po i përçan këto. Në qartë. Dhe e bëjnë për rinin të shikojnë me fjalë që mos të ketë, nuk shikojnë ndonjë dritë me fjalë, por unë besoj se duhet të vënë tek rrënjët me fjalë të familjes, të vlerat konservatore, edhe ke për të arritur shumë herë më tepër. Dhe karriera bëhet. Unë karrierën unë kam qenë 37 vjeç kur kam mbaruar infirmierin, 38 kur kam filluar biznesin tim, por kisha fëmijë para se të bëja këto, kisha familje. Fëmijët mund t'i krijosh në moshën që duhet ose kur e ndjen, por të gjesh partner të duhur është gjëja kryesore, pika kryesore. Të krijosh një familje është arritja më e madhe për mendimin tim. Pasuria më e madhe që mund të japësh vetes. Është arritje shumë. Thej që ke ngritur një biznes të suksesshëm. Çfarë bëni aty në atë sallon? Është Medspa, me fjalë botox, fillers, skin tightening, gjëra bukurie. E shikoj si infermiere, e praktikoj akoma, labor and delivery, më pëlqen shumë pjesa e spitalit me fjalë, gjithmonë e kam parë veten të jetë në atë fush, pa rëndësi se çfarë dege, por arsyeja pse vendosa që të shkoja në pikën private është sepse nuk e limit. Duke patur edhe një fëmijë siç kemi ne me autizëm, nuk mund të kesh limit sepse ka goxha shpenzime dhe duhet të sigurosh të ardhmen e tyre që mos ta lësh një bërden ekonomikisht me fjalë të fëmijët e tjerë. Kështu që vetëm një punë edhe të shtetit, por një punë me fjalë thjesht sa do e mirë të jetë rroga nuk është e mjaftueshme që të rritësh. Kështu që të paktën neve këtë e kuptuam shumë herët dhe kemi bërë lëvizjet e duhura, ishim në të njëjtën faqe dhe tani keni hasë në rezistencë nga prindët në momentin që keni marrë vendime të tilla, domethënë të dilni nga korniza? Shumë. Po. Por kanë qenë prapë suportues, sidoqë. Po sigurisht. Por kanë qenë në merak. Është nga dashuria. Është frika që shofte brezi prindërve tonë, jo vetëm te ne, shohte te shoqënia
kanë frikë borxhi. E kujtojnë se po more borxh, ti do shkosh t'i harxhosh në kazino, ku ti gjon për rroba. Se kuptojnë që ka borxh pozitiv, e merr borxhin për investim, edhe krejt ndryshe. Edhe ne kur morën shtëpitë e para, thoshte mos u shpërndani ta se shumë po shpërndani, shumë po hapeni. Kjo në psikologji quhet poverty programming, kur mendja programohet për të qenë i varfër. Aq më tepër që një brez i tyre, po dhe brezi im, të lindur dhe të rritur, të pjekur në një sistem shumë të varfër siç ishte komunizmi, mendja programohet që je mirë këtu ku je. Madje ne edhe jemi ushqyer edhe me urrëtie ndaj të pasurit, na është folur në shkolla, kapitalisti, kulaku, borgjezi, mikroborgjezi. Edhe shumë e vështirë për brezin e prindërve tanë që ta përqafojnë rrezikun. Pse doni kaq shumë lekun, pse vini mbas lekut? Leku është si simboli së keqes, sikur prodhon. Po leku ndihmon goxha. Na ka zgjedhur shumë. Leku të jep lirinë në atë parë. Kohë që ti nuk e ti ndron lekun për kohë. Kështu që ato vendime shumë rëndësishme nuk e vlen dot. Vendimet që kemi marrë me fjalë dhe nga që kemi filluar dhe në moshë shumë të re, se në Kanadaja e ateshme me Kanadan tani kur vin për të oportunitetet nuk ka ndryshuar dhe shumë veta që kanë ardhur në ato kohë që fluksi shqiptarëve shumicë ka qenë te 2002-2003, jam e sigurt që shumë ata do jenë dakord me këtë që them unë që s'është e njëjta Kanada që është tani. Kur vin në oportunitetet që kishim, ne ishim me fat që u lidhëm shumë moshë të re bashkë dhe ishim në të njëjtën faqe në ana investimeve dhe na ka dhënë goxha me fjalë na ka bler kohën mbrapa dhe nuk e ndjejmë atë stres që ndjejnë shumë njerëz tani. Keni rreth shoqëror që ju kupton? Po. Po, besoj. Keni, nuk jeni të vetëm. Jo, biles shumica shoqënisë kanë 2-3 fëmijë, kështu që. Jo vetëm nga pikpamja e familjeve të mëdha, po edhe kështu në bindjet që keni, po. Është biles e shumë e habitshme se kur ishim në universitet mund të ishin pak ndryshe, po tani që takon në mas 20 vjetësh, si çunat si gosat, po thuaj se të njëjtin mendim kemi, ndryshimi që i kanë ndodhur kanë das, edhe është e pabesueshme si tani arritëm në një konkluzion, nga që jemi rritur në njësoj në ato vite, edhe kur përfundon këtu jemi të njëjta mendime, pak a shumë. Mbase kemi zgjedhur edhe njerëz që mendojnë në të njëjtën mënyrë. Veprojnë dhe filtra kështu të padukshëm. Ne pavarësisht që tani mund ta quajmë konservator, neve në Shqipëri quheshim liberal, po thuaj se të gjithë që kanë ardhur këtu quheshin liberal, po kur vjen këtu ti do të konservosh atë që ke qenë liberal para 20 vjetësh, pak a shumë. Po, ti je konservator, nuk do të thotë të bësh pjesë në krahun e djathtë. Ja. Se këto dallime unë nuk i kam qenë fare, por të ruash atë që ke rritur, vlera që e rritur. Kjo është këto janë vlera që e kanë sjell njerëzimin deri këtu. Këto janë vlera qendrore, as majtas as djathtë, të bësh mirë është bazë, nuk ka s'ka kuptim fare. Shumë u kënaqja duke biseduar me juve, edhe ju uroj gjithë të mirat, sidomos Irenës, një lindje sa më të lehtë dhe art me lajme të mira. Djalë besoj, Djalë. Shumë bukur. 2 goca, 2 çuna. Një ekip i bukur. Edhe një herë shumë faleminderit. Faleminderit.